Regjimi i lirë i kursit të këmbimit që përdor Shqipëria i mundëson kësaj të fundit që të përballojë më mirë krizat ose goditjet ekonomike që vijnë nga jashtë, ndërsa i jep edhe më tepër autonomi monetare në krahasim me vendet e tjera të rajonit që kanë euron si monedhën e tyre kombëtare ose përdorin një regjim të fiksuar të kursit të këmbimit. Kështu është shprehur Fondi Monetar Ndërkombëtar FMN në një prej raporteve të tij më të fundit. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, Shqipëria dhe Serbia përdorin sisteme që kanë objektiv kryesor mbajtjen nën kontroll të inflacionit, me një kurs këmbimi të menaxhuar në rastin e Serbisë dhe një regjim të lirë të kursit të këmbimit në rastin e Shqipërisë. Kjo i jep më tepër mundësi bankave qendrore përkatëse që të ndërhyjnë me normat e interesit dhe të përgjigjen kështu goditjeve me mjetet e tyre, pra kanë më tepër pavarësi, ndërkohë ekonomitë me kurse këmbimi më të rrepta si në Bosnjë dhe Hercegovinë apo Maqedoninë e Veriut kanë hapësirë të kufizuar për rregullime të kursit të këmbimit, duke rritur mbështetjen në mekanizma të brendshëm si disiplina fiskale, reformat strukturore ose fleksibiliteti i pagave. Nga ana tjetër, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka dhënë një vlerësim edhe për sa i përket burimeve të energjisë që përdor rajoni. Vendet e Ballkanit Perëndimor janë të ndjeshme ndaj rritjes së çmimeve globale të energjisë, pasi mbështeten kryesisht në sektor të vjetruar të energjisë dhe jo efikas, pra nga prodhimi i energjisë prej lëndëve djegëse fosile, si dhe importojnë më shumë energji. Shqipëria përbën përjashtim, thot FMN, pasi mbështetet pothuajse tërësisht në energjinë hidroelektrike, pra në prodhimin e energjisë nga hidrocentralet, ndërsa ka dhe një intensitet më të ulët të energjisë. Si rrjedhoi, rritja globale e çmimeve të energjisë nuk e ndikon aq shumë vendin tonë. Mbështetja e konsiderueshme në prodhimin e energjisë elektrike të vjetruar dhe jo efikase, si dhe intensiteti i rritur i energjisë, rrit ndjeshmërinë ndaj goditjeve globale të furnizimit dhe kufizon fleksibilitetin në përshtatje ndaj goditjeve të tilla.